Lush Susaj, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, më mbrëma, faleminderit shumë profesor që jeni mbrëmje në sotme në studion e Kuovatis. Ju falenderoj për ftesën dhe falenderoj të gjithë median e Shqipërisë që mbështet këtë protest dhe thot qoftë edhe një fjalë të mirë e shpresdhënëse për rinin e Shqipërisë. Profesor, fjalimi juaj është një nga ato fjalime që është bërë më viral në rrjetet sociale, që ju keni mbajtur në një nga ditët e protestës. Si u gjendët ju në protest? Fjala ime aty dhe çdo ditë të jetës time në këto 63 vjet ka dy gjëra. Spari jam flas pa letër. Së dyti, nga goja ime sot as për 1000 vjet s'ka pa kush një fjalë që nuk është e vërtetë. Atëherë, kur jem me të vërtetën e jem me shpirtin, fjala zëvend. Ajo fjalë është pjesa asaj që di dhe jetoj për ditë dhimbjen e largimit të rinisë, e jetoj për ditë dhimbjen e degenerimit total të sistemeve të bujqësisë, të arsimit, të shëndetësisë. E kam thënë shumë herë se këta thonë shëndetësia falas. Gruaja ime dhe unë jemi profesor. Unë jam profesor doktor dhe gruaja ime profesor doktor. Një të natë më bë gruaja smur dhe qohen në spital. Ne paguajmë një sigurime shumë të larta. Ju betojmë kom nej një orë ke spitali, ke urgjenca, nuk e morën dorë, asë ne hapën kartel. Atër do më vdiste gruja në korridor dhe mora kalova rrugën dhe rash ke spitali Amerikan, 3 mjek në kam, deri në mëgjes, pagova e 180.000 lek, po shpitova gruën. Pra unë që jam profesor, publiciste, njeri njohur, ju betojmë nuk kishte dhe paguaj taksa çdo muaj për ata mjekë e infermer, nuk më pyeti kush qa do këtu o zotni, po sa për ta do më vdiste njeri vim. Dhe duke e pa shtetin në këtë situatë dhe rinin e pa shpresë se këtu vendi nuk u boshatis nga lufta, vendi nuk u boshatis se ka qefrinia me ikë, se unë kam një fat jetoj midis mendësisë otomano-komuniste të Tiranës dhe Europës së lirë ku jetojnë fëmija njerëzit tonë. E vërtet është. Unë atje shof tjetër prirje, në arsime, në shëndetësie, në mjedise. Këtu shof, do më thonë, një dalim si nata me ditën dhe kanë kaluar shumë kohë. Kanë kaluar 35 vjet pak në diri për në vitin 1990. Jo si po të bëjmë një analizë shkencore, njerëzore, shpirtërore. Jemi më kësë që para vitin 1990. Në standarde mjedisore, në bujqësie, në shëndetësie, në arsime në gjitha. Atëherë, pse ikin njerëzit? Ikin se këtu është mbjell sistemi mizerjes. Nuk është një sistemi mirëfill politik. Dhe unë këtu e kam problemin, sepse unë nuk jam, unë përveç punës si bëj, se unë punoj, kam një profesion, që askush nuk e donë, po mu më është në gjitë se kam 20 vjetë me ta, dhe i kam pa pikën e hajrët. Unë jam agronom. Dhe të thëmë të drejten, duke qeni pavarur në profesionin time, duke ma pas nevojnë gjithë kush ka i kopshte, i baqe, i vreshte, i pëmtore, unë e kam thënë fjallën time. Po tjetëri thot, kam bukën e gojës. Edhe fmit i rritën të friksuar dhe i rritën me bukën e turpit. E ta një ka djali 22 vjeç, 25 vjeç, vajzë 20 vjeç, e ka rritë duke u ndryllë se ka punua polica zhu. Edhe ta shiko që vajzën, po që djallin, as s'ka meritokrati, as s'ka punën, as s'ka shnetësin, as s'ka standarte mjedisore. E ka ndryshuar konceptin e frikës kjo protest? Kjo protest i ka pa mirë çdo shqiptari. Pse? Ne kur nuk jemi përballë me vetveten. Ne na dha mundësia mu përballë me vetveten 1810, 1830, jo vetëm që nuk u përballë me vetveten, po mlodhen gjithë intelektualët, pashallarët e ndyrë të Shqipërisë, i mlodhen shkup dhe i prenë qafë. 500 intelektualët e të skrisë, i thirën vetëm një qelo picare i shpedoj. Pasaj 1908, 1912, ne nuk u përballë me vetveten, as në shpallën e pavarësisë. Nërhyn një Austria, forcat se kishëm shpallë kur, në një kohë që tjerë kishin kryo shtete. Ne adhuruan pavarësin. Dhe a i burri zgjuar, Ismail Qemali, që kryojët kabinet në 10 vetë, që i zgjuar, e bëm shtetin, tha po të bëjmë njerëzit. E dhjetë se qëfar situatë. Edhe vitë 1924, luftën në lanë të harruar në cebë në botë. Edhe vitë 1990, nuk i quën proceset politike shoqërore.
Prandaj quhem dhe popull me pjekurit ullë politike. Po pse tani quhet përballje e vërtet me të vërtetën? Tani sepse hera e tretë, paktën unë kam qenë protestat e vitit 1990, sepse unë mas jam marruar shkollën e lartë, me rezultatet shkëlqyera, një profesionist ndër më të mirë të e botë se dhe atëherë edhe sot. Në profesionin tim jam shumë mirë. Si ja kam ku i zilin mbi faqen e tokës, në botën shqiptare jo, po asë në botën jashtë. Dhe edhe në 1990 kam qenë protest. Dhe e di se si degeneroj. Mas 92, keni të njëjtën frikë sot? Kam qenë protest studentore, 20 ditë kam nëjë me student dhe kam pasë se qëfar ju banë. E diti që gjithë student që i kanë prim protest studentore, gjithë janë ullën nota, u ngellën klasë, të gjithë janë larguar nga Shqipëria, janë debuar nga Shqipëria. E nëse më nëgjoni u bëjthirje, këthehuni në Shqipëri se Shqipëria vatani juaj. Këthehuni në besonin Zot. Edhe në paqi fëmijë, këthehuni e kontriboni kësaj situatë.